dëgjojmë. Në cilin moment po themi je ndjer realisht e keq kuptuar nga publiku. Pra një situatë, një rast që do doje ta kujtoje. Patjetër. Shiko, nuk është se është hera parë që e bëj këtë taktik unë më pëlqen shumë të luaj pak me mendjet e njerëzve, them të drejtën, edhe te pjesa e reagimeve të shoqërisë, si të reagojnë këto nëse bëj diçka tjetër nga e zakonshmja. Më ka ndodhur një herë që bëra një video sepse kur ti përdor fjalë të caktuara, ti ndikon edhe tek mendja e njeriu në mënyrë se si ti i thua atë fjalë, por edhe fjalët që ti përdor. Për shembull, ti mund të përdorësh fjalë që duken shumë të rënda, por në fakt në vetvete kuptimi i tyre është shumë i saktë dhe i logjikshëm për fenomenin. Për shembull, unë si vajzë, mua më pëlqen të vishem, më pëlqen të dal, më pëlqen të bëj aventura e të tjera dhe në vetvete kjo nuk është e mjaftueshme. Pse nuk është e mjaftueshme? Sepse një vajzë nuk duhet të mjaftohet vetëm me paraqitjen, pra me pjesën e jashtme të saj, me fasadën, por duhet edhe që të studiojë pjesën e saj të brendshme. Pra të jetë një individ që ajo njëkohësisht mund të jetë një vajzë seksi, për shkakun që ti e shikon, por të jetë një vajzë që ka një botë kulturore të pasur. Sigurisht, patjetër. Dhe një herë bëra një video që thosha që vajzat të cilat vetëm zhvishen nuk kanë kapacitet, por e thash në mënyrë aq troç saqë kjo gjë u keq kuptua. Nuk ishte ideja që unë të thosha që shiko, juve që dilni ku di me bikini jeni kot, por ishte ideja që thosha që vajza mos u mjaftoni vetëm me këtë gjë, por shkoni përtej kësaj sepse nuk mjafton vetëm bukuria. Një ditë do plakemi, një ditë do kemi shumë gjëra të cilat do na bëjnë neve të reflektojmë çfarë duam dhe cilët duam neve të jemi. Pra, sigurisht bukuria është një aset, është një plus dhe sigurisht ndoshta edhe kjo më ka ndihmuar dhe mua. Por në fund të ditës unë e shoh diçka këtë si pjesë e jashtme e qenies sime. Ndërsa qenia ime vërtet është ajo që unë shpreh apo ndihma që unë jap individëve të tjerë për të zhvilluar empatia ime, dashuria që unë jap shoqërisë, familjes etj. Dhe kjo është bukuria që do të shoqëroj deri në fund jetës. Një sekond se duhet ta kuptoj. Dale, më ke ndërprer 7 herë. Po pritet tash një sekond valla, çamo bëti. Ha, jepi. Besoj e kuptuat edhe ju që s'jam fare me nerv. Besoj e kuptuat që nuk është fare xheloze. Fare. Jo xheloze, jo, me nerva, me nerva. Se gjithmonë doni të bëni vajzat që janë xheloze. Po kështu është batuta. Ne duam gjithmonë të provokojmë. Unë duhet të kuptoj me qenë unë duhet të kuptoj diçka. Që ta kuptoj tamam atë të shkosh përtej pamjes së jashtme. Tani tek ty konkretisht, libri është streha apo është arma jote? Mendo mirë se Atëherë, libri për mua unë mund ta quaj më tepër si një mjet, si një armë të fuqishme ndryshimit të njerëzimit dhe njëkohësisht duke përdorur atë si strehën e njeriut. Pse si strehën e njeriut? Sepse unë jam një individ që kam punuar që kur isha 17 vjeç. Nuk e kam përfituar dot veten time, mos punoja një ditë jetës time, dhe apo thjesht të rija të më vinin gjëra kështu, si me magji edhe kam jetuar mirë, kam jetuar keq, kam jetuar në konvikt, kam jetuar në vilë luksoze, kam parë shumë gjëra në jetën time, shumë eksperiencë. Si të thuash, ka shumë vajza të bukura të cilat i fusin edhe nga i libër në fund. E kupton? Nuk duat përmendim, nuk duat paragjykoj, secili e di vetë atë që ka. Ka shumë vajza të bukura të cilat bëjnë si intelektuale, bëjnë. Prandaj këtë gjë doja realisht kuptoj dhe ta bëra pyetjen me shumë sinqeritet, vërtet. Po. Atëherë, intelektualet, nëse ne ndalemi te kuptimi intelektuales në vetvete, ideja është e kërkimit të dijes, qoftë edhe morali, sepse njerëzit për shembull moralin e ngatrojnë me veshjen, me zhveshjen, ndërkohë që morali është baza e dëmshurisë. Kështu që praktikisht intelektual kush është ai njeri që kërkon përtej asaj që i jep shoqëria. Dhe unë mund të mos kem lexuar ka shumë libra, ka shumë vajza që kanë lexuar shumë herë, më shumë se sa mua. Mirë, okay, modestia është e kuptueshme. Por vjen kërkimi tek e vërteta, tek ajo gjë që unë nuk më kënaq, dua të shkoj përtej. Pra, unë e kam parë, se doja të ndalesh atë kjo pjesa e punës, nuk e përfituara dot që para se të shkoj në punë mos të ulesha në një kafene dhe të lexoja një orë libër, sepse për mua ishte një terapi. Ishte një terapi për të më ndihmuar mua të përballoja presionin e jetës. Për mua ka qenë e vështirë, siç besoj edhe për shumë të tjerë, të cilët ja kanë dalur vetë të çajin, aq më tepër që unë jam, le të themi, futem tek ato të ardhurit në Tiranë që ja kanë dalë mban me forcat e veta dhe vazhdojnë akoma të aspirojnë të zhvillojnë më tepër. Kështu që e kam marr atë
librin si mjet, e kam filluar fillimisht si stre, dhe më pas e kam përdorur si mjet dhe prandaj jam këtu sot me juve.